Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, i uroj të gjithë të dashuruarit edhe jo gëzuar festën, gëzuar Shën Valentini. Shën Valentini ose kujtesa e dashurisë që sfidon kohën. Dashuria nuk lindi me lulet, as me kartolinat. Ajo nuk ka datëlindje dhe nuk njeh kalendar. Por njerëzimi, që të mos harroj, ka dhënë një ditë, dhe kështu, në mes të dimrit, ku bota duket më zhveshur nga ngjyrat, vjen Shën Valentini, jo si fest, po më tepër si kujtesë. Historia e tij është e thjeshtë dhe ashpër. Një njeri që zgjodhi dashurinë përballë ligjit, lidhjen përballë urdhrit, njeriu përballë perandorisë. Valentini nuk foli me fjalë të mëdha, shenjti veproi me heshtje. Bekoi çiftet fshehurazi sikur të dinte se dashuria e vërtet gjithmonë jeton në rrezik. Dhe për këtë u dënua. Dashuria e tij u pagua me jetë, e që atëherë ajo mbetet e lidhur me sakrificën. Por koha është mjeshtër e maskimeve. Ajo mori këtë martir dhe veshi me petkun e butë romantikës. I hoqi gjakun, i la petalet, e shndroi në simbol ndjenje duke harruar se në themel të tij është një zgjedhje morale. Megjithatë, edhe kjo arres flet. Njerëzit kanë nevojë të zbusin dhimbjen për ta bërë atë më të jetueshme. Sot dashuria jeton në një botë që nuk ka kohë për heshtje. Ajo ekspozohet, fotografohet, numërohet me pëlqime. Dashuria nuk pyet më kë jam, po si duken, dhe prap në këtë sipërfaqe të shndritshme shihet e njëjta etje e vjetër, dëshira për të parë, për të zgjedhur, për të mos qenë i tepërt në jetën e njëri tjetrit. Vetmia moderne nuk është mungesë njerëzish, por mungesë kuptimi. Dashuria në thelb nuk është ndjenjë, është një vendim, është një akt vullneti që përsëritet çdo ditë kundër lodhjes, frikës dhe egoizmit. Të duash, do të thotë pranosh tjetrin jo si pasqyrë, por si mister, jo si pronë, por si përgjegjësi. Dashuria është qëndrosh kur ikja është më e lehtë. Në këtë kuptim, Shën Valentini nuk është patron i romancës, por i guximit. Ai na kujton se dashuria nuk është gjithmonë e bukur, por gjithmonë e vërtet kur kërkon sakrificë. Ajo është një formë e butë rebelimi kundër botës që na mëson të mendojmë vetëm për veten. Prandaj, kjo ditë nuk ka nevojë për zhurmë. Ajo kërkon heshtje, kërkon një pyetje të thjeshtë dhe të rrezikshme. A jemi ende të aftë të duam pa kushte, pa garanci, pa spektator? Sepse dashuria që ka nevojë për duar tokitje nuk është dashuri, por shfaqje. Dhe megjithatë le ta pranojmë. Dashuria nuk është gjithmonë sakrificë heroike dhe heshtje monastike. Ndonjëherë ajo është debat për temperaturën e dhomës, luftë e vogël për batanien dhe armë pushimi arritur me një putje të shpejtë. Dashuria e vërtet matet edhe me durimin për të dëgjuar të njëjtën histori për herë të 10, sikur të ishte hera e parë, sepse romantik nuk është perfeksioni, por toleranca e përditshme. Në epokën e mesazheve të shkurtra, SMS, dashuria ka mësuar të flasë me emoji, por vazhdon të keq kuptohet pa sa dikur me letra të gjata. Një zemër e dërguar gabimisht mund të shkaktojë krizë diplomatike, ndërsa një që vjen, që do të thotë pas 20 minutash, teston kufijtë e besimit njerëzor. Dhe prap, dashuria mbijeton, sepse ajo ka një sens humori që as filozofia nuk arrin ta shpjegojë. Prandaj ndoshta Shën Valentini nuk të donte as trëndafilat të shtrenjtë, as darka formale, ndoshta do qeshte me ne, teksa përpiqemi të marrin dashurinë shumë seriozisht, sepse në fund, dashuria që zgjat është ajo që di të qesh edhe me veten, të fal shpejt dhe të mos harroj kurrë këtë të vërtet të thjeshtë, se dhe filozofia më e thellë bëhet më e durueshme kur pihet me një kafe të ngrohtë e ndahet me dikë që të kupton. E së fundi një aforizëm. Dashuria nuk është ajo që ndjejmë kur gjithçka shkon mirë, por ajo që zgjedhim të ruajmë kur gjithçka tjetër rrezikon të na ndajë. Gëzuar pra, Shën Valentini. Gëzuar.